500-600 trupa, por kjo është edhe presioni që sot administrata Trump ka në raport me luftën që bëhet në Iran, gjitha këto bombardime në bashkëpunim me Izraelin, edhe presioni i popullit amerikan ku ke të paktën 72 deri 75% që janë kundra luftës, edhe e quajnë sikur luftë e Izraelit, sikur Izraeli ka tërheqë Amerikën, në vërtet Amerika ka tërheqë Izraelin, pasi labi Izraelit që është në Amerikë, pothuajse kontrollojnë Kongresin, Senatin, çdo gjë, ata bëjnë çdo veprim që sot ndodh nëpër botë, çdo luftë ata e komandojnë vërtet, edhe kjo është arsyeja që sot duket sikur pjesa më e madhe e popullit amerikan dalin kundra kësaj lufte, se duket sikur luftë e Izraelit në vërtet, por që kjo nuk është luftë e popullit amerikan, por është e labit Izraelit që ka financuar vazhdimisht kongresmen, edhe janë edhe pjesë e Kongresit dhe Senatit, pjesa e këtyre hebrejve. Kështu që gjithë presioni që sot ndikon në brenda shtetit amerikan, ndoshta ka bërë që edhe me të heqë ndoshta pak vëmendjen që me thonë që ndoshta mundën me të heqë trupa nga Gjermania, me disloku, me dërgu në për vende tjera. Por fakti që sot baza amerikane në Kosovë është një ndër bazat më të mëdha në Evropë, ajo është komplet stabilizim për rajonin, për Kosovën, marrëdhëniet domthonë Kosovë-Serbi. Ai tha vetë i malli që një telefonat edhe zgjidhim atë punë. Në vërtet ashtu unë kam qenë simpatizant në vërtet edhe herën e parë edhe të shi, edhe kam besu se do marr disa premtime, po në këtë mandatin e dytë duket sikur nuk ka mbajtur asnjë nga këto premtime elektorale, edhe kjo ka mu definu si thonë kjo do vinë në mid-election të votimi që do bëhen në nëntor. Ai sigurisht që ka për ta humbë, pasi sikur se thash, njerëzit nuk pajtohen me luftën, nuk pajtohen me djemtë edhe vajzat që shkojnë edhe humbin jetën, që nuk dihet se për çka, pasi sikur se thash, Izraeli ka sulmuar gjithmonë të vendet fqi, edhe gjithmonë ka tërheqë në 7 vende që kena shkuar luftë, ka tërheqë gjithmonë Izraeli. Ju po thoni që fajtori për këtë luftë është Izraeli? Fajtori për luftën është lobi Izraelit në Amerikë. Këta janë. Edhe këta janë përgjegjës për gjitha luftat që bëhen, pasi këta kontrollojnë Senatin, kontrollojnë Kongresin, kontrollojnë politikanët. Dihet që nëse ti je kundra Izraelit nuk mundesh me hinë politikë, pasi këta janë të fuqishëm në kuptimin e fjalës, janë të fuqishëm në aspektin monetar, në aspektin e biznesit, pasi pothuajse gjithë real estate, gjithë ato buildinget dhe pallate të mëdha në gjitha shtetet e Amerikës janë të pronor këta, janë menaxhera këta. Këta i ke domon avokat më të fortë janë këta, doktor, në media, ku do i ke, domon unë isha në Republikën Dominikane dhe rastisht duke bisedu më dolen dy që ishin nga Kolombia, domon edhe në ndërbised duke bisedu situatën në Amerikë, i thash nuk pajtohem me luftën, pasi ka probleme Amerika sa dush, ka probleme domon që ti shikosh rrugë, ti shikosh njerëzit që nuk kanë mjekësor, asgjë, domon e shpenzojmë biliona dollar me shkatrua, me vra njerëzit, domon njerëz të pafashëm, një vend sovran. Në vërtet, ai është ka qenë udhëheci i Iranit, ka qenë një udhëhes si më thonë që ka vra popullin e vet, nuk kanë
femrat nuk kanë lirinë sikur thonë ta lirinë e mjaftueshme, po populli e tyre në çdo sistem nuk e don të gjithë lidhen, por ata njerëz atë ka zgjedh. Ti nuk mundesh më shkruaj se je më i fortë tash edhe me godit një shtet prej 92 milionë. Këta kanë hyrë të pa planifikuar, si thonë se kanë shku sikur ai njeri që shkon i paftuar ndasëm, edhe nuk e kanë ditë se me këtë përballohen. Ata janë të gatshëm sot që të shkrihen komplet si kombe dhe po presin nëse Amerika vendos që të futin trupa toksore. Ata janë të gatshëm, nuk pranojnë as bisedime sot për sot, edhe kur shef çdo ditë shteti amerikan i kushton më shumë se $1 bilion kjo luftë që bëhet, atëherë normalisht që presioni rritet ke populli amerikan. Sadri, si është perceptimi aty sipas analizëve, ekspertëve, diplomatëve, pra njerëzve që e njohin mirë luftën, veteranët aty, Shtetet Bashkuara këtë luftë si do ta mbyllin? Izraeli do ta humba, do ta fitoj me SBA Ankara? Kanë frikë shumë se në vërtet po humbin luftën. Nëse ta tërhiqen, sigurisht që kanë humbë. Trumpi thotë kam fituar, në vërtet sa ai kishte ideja e ishte që me ndru sistemin atje, por ata nuk e ndrojnë sistemin, pasi e vendosin vetë, nuk e vendosin këtë në Amerika. Populli voton, ai krahu i ish pra nuk mund ta krahasoj me Venezuelën, nuk kemi bënë me Madurën atje. Absolutisht jo. Është një popull që nuk është popull arab, është popull persik, që ka pas kulturën më të madhe në atë rajon, ka njerëzit janë shumë zgjuar, janë njerëz shumë patriot, edhe ata kanë thonë që edhe në momentet e fundit derisa të shkrijmë komplet nuk do. Ata kërkojnë faktikisht forcat toksore, thotë nuk duam luftë nga sipër me raketa, hajdeni ball për ball. Aty shifet forca e trupave amerikane me trupat e Iranit. Këta të që kanë frikë se Izraeli ka dhe armë bërthamor, kanë frikën. Nuk kemi një skenar si me Vietnamin, apo kësaj trendën? Nuk e besoj që do shkoj as gjatë, Amerika në vërtet këta thonë që do vazhdojmë prapë sulmin, por presioni është shumë i madh këtu dhe njerëzit që janë me fetë hebrejve që kanë qenë kongresmen, kanë qenë senator, njerëz të mediave që kanë qenë media gazetarë shumë fort si Tucker Carlson, Megyn Kelly që kanë qenë pjesë e Fox News, të gjithë janë sot kundra. Këto mediat e lira, se në mediat kryesor janë të kontrolluar komplet, edhe mediat sociale, sot kanë arrit me kontrollu mos me paraqit ashtu momente të bombardimeve, gjëra që me tregu se Amerika po son dëmtime ose Izraeli. Izraeli ka ndalë komplet, nuk mundesh ti me postu diçka nëpër social media dome që sot Irani bën. Plus nëpër vende tjera arabe si në të vende të gjirit. Në Dubai aty ishin videot që bën më shumë xhirën e rrjeteve sociale. Pra, domethënë ajo karta me cilën Trumpi erdhi në mandatin e dytë që do ndalojë gjitha luftrat, hyrja në këtë luftë mund t'i kushtojë në zgjedhjet e mesmandatit. Do i kushtojë, ti shibinën se ka për t'i kushtu, pasi populli amerikan është popull shumë i ndjeshëm, me shiku vetëm sa biliona dollar shteti amerikan jep për Izraelin, që njerëzit tash janë pothuajse ndërgjegjësuar se kur kena probleme brenda vendet tonë, pse duhet me shku atje me dhënë parë për një shtet që vetëm bën gjenocid kundër Palestinës, kundër vendeve fshi, vazhdimisht ka bërë, se kanë qenë parët e Amerikës që kanë gjithuar në Izrael. Sadri, ju shikoni nga atje dhe ndiqni zhvillimet politike në Shqipëri. Çfarë mendoni për ato që ka ndodhur ditët e fundit, konkretisht nga dje, reagimet pas vendimit për Belinda Pallukun, ndërkohë që ne kishim edhe një vizitë papritur të
ambasadores amerikane në Athinë që erdhin në Tiranë, nga disa është interpretuar si presion, pra si na shikojmë atje? Në vërtet vendimi përqendruar edhe te lufta, sepse Iranin do ta shpallim shtet terrorist javës tjetër. Po, në gjë, ne jena një popull i vogël, vërtet gjithmonë fatet tona kanë vendosur tjetë. Këtë do me heq nga mend se shqiptarët nuk kanë fatet e Shqipërisë në raport me arenën ndërkombëtare kanë vendosur gjithmonë bota, domethënë fuqitë më nda. Ajo që ka ndodhur dje në parlamentin shqiptar ishte goditja, domethënë përfundimtare që pozita shqiptare, domethënë Partia Socialiste i jep drejtësisë. Drejtësisë që gjoja ka qenë drejtësia e re, drejtësia e pavarur nga pushteti, edhe mu më shqetëson fakti domethënë se i pash ato mediat djenë për kështu kalim të disa televizorë, disa media që janë në Shqipëri, domethënë që i njeh pak a shumë vetëm nga 2-3 minuta, domethënë se si interpretojnë domethënë njerëzit afër pushtetit. E lidhshin normalisht që kjo që ndodhi dje ka efekt, domethënë kryesor Shqipërisë që pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por çështja është brenda Shqipërisë. Komplet mediat edhe njerëzit e argumentojnë se kjo ka më qenë pengesë për Shqipërinë që të jetë pjesë. Po ja, Shqipëria hyni edhe me Amerikën. A ndryshon korrupsioni në Shqipëri? Kjo është problemi. Ku është drejtësia e Shqipërisë, domethënë ku është spaku, domethënë aty duket që hapun Rama me ata ushtarët e tij që vetëm ngrejnë dorën, domethënë 82 veta ngrejnë karton, kjo është domethënë origjinal sikur në kohën e diktaturës, që nëse ju kundërshtoni do ju shkurtoj kohën, ose ju kishte thonë dje atyre deputetëve të tyre, përveç se 4 veta që nuk ndryshin jashtë edhe 2 nuk kanë marrë pjesë aty, spërpale domethënë që dihet botërisht që ka qenë në krahun tjetër të asaj, Belinda Ballukut. Por që të pretendosh që nuk hiqet imuniteti dhe nuk e pengojmë drejtësinë, kjo është domethënë gjoja goditja më e madhe që është bërë drejtësisë. Kjo është thjesht hapur që ti mundesh me vjedh, mundesh me bë çfarë dush edhe prap je në parlament. Se nesër mundem me bë dikush tjetër, mundem me bë një zëvendës kryeministri tjetër ose një parlamentar që ka një pozitë, një ministër. Është me mbroj hajdutin. Më habit fakti se për hir se unë mendoj, ndoshta jam gabim për hir se Partia Demokratike ka më shumë përkrahje nga pjesa e veriut Shqipërisë. Kjo thjesht është origjinal sikur ka qenë në kohën e Vorhoç, ata njerëz që sollën bolshevizmin në Shqipëri edhe majten